Një mënyrë e veçantë që zgjodhi shqiptari për të festuar 113 vjetorin e pavarësisë në Munich, një dhuratë e veçantë për Shqipërinë. E pati Azem Aziri. Festa e pavarësisë është një datë historike që ringjall më shumë se kudoherë ndjenjën patriotike brenda zemrës së çdo shqiptari, më shumë me këto emocione në këtë ditë të shenjtë përjetohet nga diaspora për shkak të mallit për vendin që shoqëron bashkëdhetarët tanë në çdo moment të jetës dhe punës së tyre në vendin e huaj ku ndodhen. Një dhuratë të veçantë për Shqipërinë në 113 vjetorin e pavarësisë e pati Azem Aziri, i cili performoi në piano këngën e Vaçezelës, rrjedh në këngë ligjërime mes Muniut në Gjermani. Dashnia për atë ndjehet më tepër në mërgim, prandaj në këtë dashuri ruje e kur thesh në vendin tan. Por ku ka si ti o Shqipëria ime, urime për 28 nëntor, shkruan Aziri.